3 herë, po du të thënë diçka. Se kemi në me bo kryetar e kryeministër dashëm, Demiral Buzika. Të dashur qytetarë. Dashur qytetarë të shtimës, po në veç ati sonte du t'i përshëndes ndërgjimtarët tanë që kanë ardhur Kosovë. Që na keni gjallë edhe fushatën e po shpresojmë të dielën edhe fitoren e madhe të lidhjes demokratike të Kosovës. Është nder edhe knasi e veçantë jam sonte para jush, era 3 këtë vit, po që nevoja edhe 3 tjera këtë vit, vetëm që LDK-ja të ngrihet kam tjetër e fort të bëjë Republikën e Kosovës si që ka ndruar presidenti historik Dr. Ibrahim Bogova, këtë misionin sot. Dhe s'ka gjë që në ndalë këtë ruftim, është knasi e veçantë jem mes jush me njerës që nuk janë mësu as njerë të ankohen, por gjithmonë janë përballë me sfidat e jetës, me familje shumë të ndershme të komunës tuaj që ka ndërtuar jetën me plot djers, me sakrifisë të madhe dhe me besim të madh në Republikën e Kosovës. Shtimja nuk ka kërkuar kur privilegje të mëdha prej vendit, ka kërkuar gjithmonë drejtësi, zhvillim mbi të gjitha dhe respekt. Dhe pikërisht për këtë arsye, sot u ndiva i dëshpëruar teksa kalova nga shtimja e terë pa rrym vitin 2026. Ky është turpi një qeverie të madhe që e lën Kosovën pa dritë këtë kohë, këtë epokë. Dhe në këtë drejtim, në këtë kohë, LDK bëhet sërish adresë. Sepse kur ka terë e s'ka rrym, na duhet dritë, sjell shtëpia e parë politike shqiptarëve të Kosovës, lidhja demokratike e Kosovës, një shtëpi politike gjithmonë e njerëzve të matur, e njerëzve se besojnë se ndryshimi i vërtet nuk vjen me zhurmë, por vjen me vizion e me përgjegjësi të madhe. LDK është forca që ka ndërtuar shtetin tonë, e ka mbrojtur demokracinë dhe ka orientuar Kosovën drejt perëndimit, kur atëherë kishim vetëm një ëndër të thjeshtë. Dhe sot sërish në këtë moment historik për popullin tonë, LDK është sërish shpresa reale për Republikën tonë. Jo sepse e themi ne, por sepse për 5 vitet e fundit treguan qartë se pa lidhjen demokratike të Kosovës, shtet vërtet nuk ka s'mundet me pas. Gjendja në Kosovë sot është shumë e rëndë se sa propaganda që mundohet të ambuloj atë. Familjet po ndjejnë çdo ditë rritjen e çmimeve, kosto jetesës po rritet secilën ditë, e të ardhurat e juaja të njerëzve tonë kanë mbetur prapa. Prindrit po punojnë më shumë e po sigurojnë më pak. Pensionistët jetojnë me frikën e muajit, e të rinjt po na largohen, jo sepse nuk duan vendin, por sepse s'ka mundësi këtu. Në vend të dialogut keni parë vazhdimisht arrogancë, në vend të unitetit keni po shohim ndarje, në vend të shtetit funksional kemi vazhdimisht krizë të thellë institucionale. Dhe 5 vite me radhë, Kosova humbi kohën e çmuar, humbëm edhe aleat, humbëm besimin ndërkombëtar, humbëm stabilitetin institucional. Institucionet, siç e keni parë, u bllokuan vazhdimisht, ligjet u shkelën, e kushtetuta u relativizua. Ekonomia u lanë mshirë të rastit me ndihma her pas here, por asnjëherë me qëndrueshmëri zhvillimore. Bizneset u goditën në vazhdimsi nga presioni dhe nga pasiguria, e projektet zhvillimore mbetën vetëm në letra. Këtu nuk janë gabime teknike, këtu janë zgjedhje politike të qëllimshme, gjithsesi të gabuara, dhe pasojat e tyre po i paguan sot qytetari i thjesht, familja në shtime, fermeri, punëtori, i riu, pensionisti, mësuesi, mjeku, ushtari e polici, po e paguajmë të gjithë. 4 vitet e fundit e kanë rënduar jetën e secilit qytetar, por jo njësoj për të gjithë. Sot familjet po përballen pra me rritje të çmimeve, me pagat pamjaftueshme, dhe çdo vendim familjar sot matet me frikë.
a mjaftojnë të hyrat tona për të kaluar një muaj. Trinjt e shtimës, cilët janë plot energji, dije dhe ambicje, nuk i kanë mundësit që i krijojnë e i kërkojnë në vazhdimsi. Punëtorët e sektorit publik e privat po ndjenë peshën e padrejtësisë, puna e tyre s'po vlerësohet, paga mbetet e ulët krahasuar me kostën e jetesës, e përballë e kanë një propagandë qeveritare që ju thotë se jeta është mirë, gjithçka është mirë, çmimet nuk po rriten. Në këtë gjendje reale të Kosovës nuk mund të pranohet nga të djathtit, nga lidhja demokratike e Kosovës. Prandaj, premtimet tona në këtë moment janë thirrje të madhe për shpresë që edhe një herë pas sa kohëve sërish të dalim në balë përpjekjes së madhe për shpëtimin e Republikës Kosovës ëndrës të parë të fundit të qytetarëve të Kosovës. Sepse LDK ka kuadro, LDK ka profesionist, LDK ka njerëz të mirë që dinë qeverisin, por mbi të gjitha LDK ka një program të detajuar, të përgjithshëm dhe mbi të gjitha të zbatueshëm për secilën sferë të jetës. Një program që s'flet me parulla tata, po flet për zhvillim konkret, që nuk premton gjithçka, por premton atë që mund të realizohet për 4 vjet. Një program që sheh Kosovën si shtet fort, me njerëz fort, jo si një mjet përqendruar në pushtet. Por para se të flasim për numra, për masa konkrete dhe për premtimet numruara, duhet të ndalemi dhe dua të ndalem tek një koncept që për ne të djathtit, për lidhjen demokratike të Kosovës, nuk është temë elektorale, është themel i vetë shtetit. Fjalën e kam për pasurinë tonë më të madhe, për familjen. Për LDK-n, familja pra nuk është vetëm një kategori sociale, familja është pasuria më e madhe që kemi. Është vendi ku lind jeta, ku formohet karakteri, ku ruhet gjua, ku ruhet tradita, ku ndërtohet morali dhe ku bëhet ndjenja e përkatësisë. Pa familje të fortë, nuk ka shtet fort. Pa familje të qëndrueshme, nuk ka zhvillim të qëndrueshëm të Republikës. Prandaj e kemi marrë një vendim shumë të qartë, politik dhe moral. Kosova duhet të investojë tek familja, seriozisht, fort dhe drejt për drejt. Jo me fjalë, jo me projekte të përkohshme, jo me blerje votash, por me vizion të qartë për mbrojtjen, ruajtjen, kultivimin dhe bërjen e lehtë të jetës së familjes kosovare. Dhe pikërisht për këtë, këtu nga shtimja, më lejoni t'ju njoftoj se ne kemi paraparë që të themelojmë me njëherë sa më parë, Ministrinë e Familjes dhe Mirëqenies, ministri e cila do të merret me familjen kosovare në çdo etapë të zhvillimit të saj, nga lindja tek punësimi e deri tek pensionimi. Dhe në këtë drejtim, me qenë se besojnë familje, më lejoni që këtu shpalos programin tonë. Për çdo të posalindur, për çdo fëmijë që lind në Kosovë, ne do t'i ndajmë nga 200 euro në muaj për 12 muaj, gjithsej 2400 euro për vitin e parë, si ndihmë konkrete për fëmijët e posalindur Kosovë dhe prindrit e rinj që ballafaqohen me çmime të larta e pa parashikueshmëri. Pra 2400 euro që në fillim për secilin fëmijë. Për çdo fëmijë tjetër të Kosovës, nga mosha 1 deri në 16 vjeçare, do t'i ndajmë nga 50 euro në muaj, secilin muaj. Pra çdo muaj nga 50 euro për secilin fëmijë, nga mosha 1 vjeçare deri në moshën 16 vjeçare, jo sepse na vjen viti i ri, jo sepse frigohemi nga zgjedhjet, por sepse besojmë me plan, me përkushtim për fëmijën si investim në të ardhmen e vetë Republikës. Do të investojmë natyrisht dhe në shkolla. Në qerdhe, 80 qerdhe do ndërtohen gjithandej Kosovës, që fëmijët tanë nga mosha 3 deri në 6 vjeçare të jenë në qerdha, e mësimin tërditor, atë që e dëgjoni sot vazhdimisht nga çdo parti politike e çdo komunë, ta kuptoni e ka bërë vetëm lidhja demokratike e Kosovës në Prishtinë, si që kemi bën në Prishtinë, do ta bëjmë edhe në komunën tuaj. Mësim tërditor për fëmijët tanë në shtime dhe jo vetëm gjithandej Kosovë, që fëmijët të shihen me shujtat ngrohta, të rrinë 8 orë në shkollë, jo vetëm 4 orë, siç duhet rri secili fëmijë normal tjetër në Evropë. Përveç kësaj, me qenë se investojmë në fëmijë, në shkolla, në qerdhe e në lindje, ne duhet të investojmë dhe tek ata që i mësojnë fëmijët, tek mësuesit tanë, tek një kategori që gjatë viteve 90 ka qenë simbol i përkushtimit, i rezistencës, i qëndresës,
Dhe më lejoni që këtu nga ky vend, para jush të shtroj zëtimin ton të madh, atë që po e themi gjithandej se me lidhjen demokratike të Kosovës, me njëherë koeficienti do të bëhet 150, që do të thotë se paga e një mësuesi në Kosovë do të arrijë plot 1.000 euro në muaj. 1.000 euro në muaj do të jetë niveli ndër më të lartë. 900 euro për policët e Republikës Kosovës, 900 euro pagë për ushtarët e Kosovës, 900 euro pagë për zjarfikset e Kosovës, sepse këto janë kategori që mbrojnë, sigurojnë Republikën e Kosovës. Republika e Kosovës nuk mbrohet me fjalë, mbrohet me forcën e paguar mirë, të mbajtur mirë, e të investuar në plotni çdo nivel, prandaj si për policë, si për ushtar, si për zjarfikës, qeveria ime, qeveria LDK-s do të rrisë pagat me njëherë 900 euro në muaj. Lejoni t'ju flas dhe pensionistëve, ata që na kanë lënë këtë shtet, na kanë lënë dijem, na kanë lënë kulturë, na kanë lënë të ardhmen, na kanë mësuar gjithçka, si gjenerat e kemi për obligim të kujdesemi për ta. Jo si lëmosh, jo më si lëmosh, por si një trajtimi dinitetshëm i një kategorie që kërkon dinitet. Prandaj pensioni 150 euro s'do të ketë më në Kosovë, zotohem para jush, para popullit, para Zotit, se pensioni do të rrisim 300 euro, pra 100% me njëherë, nga 200 euro vitin e parë, 250 vitin e dytë dhe 300 euro në vitin e tretë, paqit jetë e shëndet ju një për mbesra sa dush, sepse shteti i Kosovës atë që e keni ndërtuar ju, do të kujdeset për pensionistët tonë me njëherë. Natyrisht se do të kujdesemi edhe për trinjt, ata që i konsiderojnë pasuri kombëtare. Kemi një program të madh, një program për trajnimin e 40.000 të rinjve në metodat më të reja të teknologjisë informative dhe jo vetëm, në energjetik e zanate, në mënyrë që rinia jonë të marrë trajnime falas për i Republikës Kosovës dhe të sigurojnë punë të garantuar nga shteti i Kosovës. Punë e garantuar për secilin të posat diplomuar. Për secilin posa diplomuar, LDK garanton punë, jo me ndonjë pagë marramense, me pagë 500 euro në muaj për 6 deri 12 muajt e parë, sa për të dhënë një shembull se secili i ri që përfundon shkollë e fakultet nuk ka kuptim të mbetet i pa punë, të humbë shpresë se cilët rrugëve, punë e garantuar nga Republika e Kosovës, kjo është misioni ynë. Natyrisht se do të investojmë dhe në shëndetësi, ndërtimin e qendrës së re, klinike, spitalit e ri të Kosovës me gjysmë miliardë euro investim e kemi për prioritet. Spitali i tanishëm i ndërtuar në vitin 1964 do të jetë një kujtesë e harruar historike. Kemi rrymë, por edhe atë që e marrim e blejmë dhe e blejmë mjaft shtrejt. 5 vitet e fundit të dashur qytetar, kjo qeveri populiste e plot propagandë ka blerë, besoni ose jo, plot 1 miliard euro rrymë. 1 miliard euro rrymë janë paret tuaja, janë paret e shkollave tuaja, janë paret e spitaleve tuaja, janë paret e fëmijëve tuaj, janë paret e fabrikave që se keni më, rrugës që se keni më. Kosova nuk ka luksin të blej 1 miliard euro energji elektrike, e siç po na dalin dhënat vetëm dje për transport të 1 megavati rrymë kemi paguar 500 euro kosto. Ky vend është i varfër për me djegë parën kështu dhe shumë i pasur për mos me prodhu energjinë elektrike vetë. Prandaj, do të rrisim kapacitetet tona prodhuese, fillimisht nëpërmjet rehabilitimit të Kosovës B, por mbi gjitha, duke bërë projektin e madh, nga i cili projekt fiton dhe shtimja, centralin me gaz amerikan këtu në Ferizaja afër shtimës, në mënyrë që të kemi gjysmë miliard euro investime, që të kemi rrymë gazifikim amerikan e të ardhmet sigurt me alatët tonë kryesorë. Projektin që e kanë refuzuar 4 vite më parë, do të rikthejmë sërish me prioritet. Brenda 6 muajve të parë do të vendosin kontaktet e reja, brenda mandatit të parë shtimja do të ketë linjën e gazit nga Hani Elezit, Kaçaniku, Ferizaji e që vazhdon tutje për Obiliq, Prishtinë e deri në Mitrovic. Janë gjysmë miliard euro investim, nga i cili investim do të përfitojnë rinia jonë, bizneset e shtimes dhe të gjithë të tjerët që punojnë në këtë rajon. Pra, të dashur qytetar shtimës, ky proces nuk është vetëm një fjalim, e kjo është vetëm një fushat, është një dallim i qartë mes një Kosove që duhet ta kemi dhe një Kosove që na pret. E ardhmja jonë në lidhjes demokratike të Kosovës është shumë e lavdishme.
edhe qytetarë të komunës sonë. Kryetar në Lidhje Demokratike. 1 miliard euro investime për një spital që i trajton njerëzit tonë. Dhe me qenë se jemi të energjia